Kur rebelët sirian ju afruan kryqëzit e Damask, nga veriu dhe jugu një vit më parë, diktatori sirian Bashar al-Assad iku nga metropoli me djemtë e tij. Të shoqëruar nga një ushtri ruse, anëtarët e familjes u çuan në bazën e rë ruse dhe përfundimisht u transportuan me aeroplan në Rusi. Një investigim nga The Guardian shërton se si Assad ka jetuar në Moskë që atëherë. Familja Assad jeton në prona luksoze në Moskë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Ai ka të ngjarjet vendosur në kompleksin ekskluziv Rublevka, një komunitet i mbyllur për elitën e Moskës, sipas dy burimeve të cituara nga The Guardian. Megjithatë, familja thuhet se është e shkëputur nga elita siriane dhe ruse. Kontaktet ruse e pengojnë atë të kontaktojë zyrtarët qeveritar. Ai bën një jetë shumë të qetë, i tha një mik i familjes gazetës britanike. Ai ka paku sa s'pa kontakt në botën e jashtme. Komunikon vetëm me disa njerëz që kanë qenë në pallatin e tij. Përfshirësh ministrin sirian të çështjeve presidenciale Mansur Azam dhe këshilltarin e tij kryesor ekonomik Yasar Ibrahim. Për Vladimir Putin, Assadi është i parëndësishëm. Putini ka pak durim me udhëheqësit që u mbasin pushtetin dhe Assadi nuk konsiderohet më një figurë me ndikim apo dhe një mysafir interesant në darkë, theksojnë burime për The Guardian. Assadi, i cili është trajnuar si oftalmolog në Londër, thuhet se ka rifilluar praktikën e tij. Ai po ndek leksione në oftalmologji. Ai po mëson rusisht dhe po rifreskon një ujë të tij oftalmologjike, tha një mik i familjes. Është pasioni i tij, ai padyshim nuk ka nevojë për para. Edhe para luftës në Siri, ai ushtonte profesionin oftalmologu rregullisht në Damask. Burimet sugjerojnë se ai mund të ketë në shënjestër elitën e pasur të Moskës, që nga rratësia e tij Assad është përmbajtur nga çdo paraqitje publike. Megjithatë, siç raporton The Guardian, kjo nuk ka qenë zgjedhje. Ambasadori rus në Irak, Elbrus Kutrashev, konfirmoi për mediat irakiane në nëntor rusisht udhëheqësi ishte ndaluar të shfaqej publikisht. Assadi mund të jetojë këtu, por nuk i lejohet të angazhohet me asnjë aktivitet politik, deklaroi Kutrashev. Ai nuk ka të drejtë të përfshihet në media apo politik. A keni dëgjuar prej tij? Jo. Kjo sepse i është ndaluar, por ama është i sigurt dhe i gjallë.